bisedimeve që bëri Gjedi Venci dhe u largua nga ato bisedime, bisedimet e tjera u shtyn pikërisht nga Trumpit, dhe pikërisht unë prapë ngul këmbë që pikërisht u shtyen sepse ka ndodhur në atë moment ka ndodhur edhe zhdukja e këtij droni. Dron që themi unë e cilësova dhe herë dhe prapë e cilësoj që është njësoj sikur në tavolinën e shtabit përgjithshëm të Amerikës të ketë një iranian. Dhe gjoni t'i shkoj Iranit për gjithë lëvizjet që bën ushtria amerikane, qoftë ajo toksore, qoftë ajo detare apo ajrore. Kështu që në një gjykim të thjesht, pavarësisht se shumë nga mediat janë sulur dhe po pretendojnë se do ketë ndërhyrje ushtarake, do ketë një forcë të madhe të Amerikës dhe po e paraqesin Iranin si një vend që është i shkatruar, është i bërë, po çuditërisht ky vend i shkatruar gjithmonë po përgjigjet dhe po kundër përgjigjet në gjithë objektivat e tij. Patjetër janë njerëz të cilët bëjnë analizën, themi, duke qenë të shtyr qoftë nga Mossadi, qoftë nga persona apo individ të tjerë të cilët kanë lidhje direkt me Izraelin dhe mendojnë se duke bërë një propagandë do fitohet. Lufta nuk fitohet me propagandë. Lufta nuk fitohet as me shtyp dhe as me atë fege që mund t'japi çdo njeri. Ajo që është konkrete, ajo që është reale. Ngushtica e Hormuzit është një nga, themi, bombat që përdori Irani, po mos harrojmë se është edhe ngushtica e Bab el Mandelit, të cilët Huthët e kanë deklaruar që në momentin që Irani do goditet, ne do ta mbyllim ngushticën. Dhe mbyllja e kësaj ngushtice do të thotë pezullimi total, nëse sot nga ngushtica Bab el Mandel dalin Arabia shet naftën dhe dalin nga e ngushticë dalin tankerat dhe prandaj nuk është ndjerë kaq shumë, themi, ajo rritja galopante e naftës, ashtu siç edhe në Gjirin e Hormuz pavarësisht se është deklaruar dhe është thënë që Gjiri i Hormuz është i mbyllur, në asnjë moment nuk ka qenë i mbyllur, pasi qoftë kinezët, qoftë turkët, qoftë japonezët, të cilët kanë filluar tashmë, të gjithë vendet kanë filluar dhe kontaktet nuk po i bëjnë më me Amerikën për kalimin e anijeve të tyre, tankerëve të tyre nga Gjiri i Hormuzit, po i bëjnë me Iranin. Pra, dashje pa dashje, Irani është kthyer në një faktor vendimtar në Gjirin e Hormuzit. Duan apo s'duan, na pëlqen apo s'na pëlqen, nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është ajo çfarë ndodh në terren. Dhe në terren ndodh që të gjithë këto anije, të tankera kalojnë. Para 2 ditësh, supozojmë, kaluan 16 anije nga cilat 8 ishin apo 9 ishin tankera që kalonin dhe tjetër ishin mall. Kështu që në çdo moment Irani tash është përgjigjur me të njëjtën monedhë. Ajo që ju bllokua dhe kapën një anije, Irani u përgjigj me 2 anije të tjera. Në Gjirin e Hormuzit u bllokoi 2 anije të tjera me atë flotën e famshme, pavarësisht se është thënë që flota i 180 anijet e Iranit janë të mbytura, realisht Irani nuk ka pas nuk është shquar për në një flotë detare, por kanë atë flotën e mushkonjave që quajnë ata dhe pikërisht me këtë lloj flote ata kanë bërë të mundur edhe ndalimin e tankerave apo anijeve për të dalë nga Gjiri i Hormuzit që nuk e kanë lejuar, por njëkohësisht edhe i kanë drejtuar për në Gjiri të Hormuzit janë po kjo flotë që i drejton anijet në ngushticën e Hormuzit për të kaluar. Kështu që të gjitha shohim që lajmet janë shumë fake, ka lajme që kanë deklaruar që Gjiri i Hormuzit është i minuar, kur realisht nuk ka asnjë anije deri më sot, nuk ka goditur në një themi në një bombë që të ketë shpërthyer pikërisht nga këto mina. Nuk edhe pse anijet kanë tentuar të kalojnë, kanë ndryshuar kursin, nuk kanë shkuar në atë vijën ku e ka përcaktuar Irani, kanë kaluar nga ana tjetër, prapë nuk kanë hasë në asnjë minë. Kjo vërteton që edhe ky lajm që është minuar
Ngushtica Hormuzi duket se sikur është një lajm fake, nuk është lajm real. Por thash gjithmonë mundohen shumë media mundohet e paguar, patjetër e paguar nga agjenturat të ndryshme dhe sidomos nga Irani. Dalin dhe deklarojnë gjëra të pavërteta, vetëm e vetëm duke menduar sepse ky lloj opinioni do ta bëj që Irani të humbasë luftën. Megjithëse në këtë luftë unë kam thënë që nuk ka të fituar, janë të gjithë do dalin fitimtarë, të gjithë do dalin të humbur. Pikërisht humbja më të madhe e ka Europa sidomos, e cila varet totalisht nga nafta që del nga lindja e mesme. Qartë. Mirë, do të përkohë për ta mbyllur, ndërkaq të gjithë rolin e Pakistanit në këto negociata që janë zhvilluar, si e keni parë dhe nga ana tjetër, kush do ta mbajë barrën më të madhe nëse do të kemi një shpërtim të mëtejshëm të kësaj krize? Pakistanin ata e zgjodhen edhe nga pikpamja sepse është një shtet i cili ka bombë bërthamore, pra është i tillë, por nga ana tjetër iranianët luajnë pak edhe diplomatikisht me Pakistanin, duke qenë se Turqisë nuk i besojnë në mënyrë absolute. Por duke parë dhe një raport që Pakistani ka me Arabin. Ata kanë një marrëveshje Arabia me Pakistanin në rast sulmit të njërit apo tjetrit, ndërhyn direkt. Dhe një konflikt ndërmjet Arabisë dhe Iranit do bënte që Pakistani të ndërhynte. Duke e vlerësuar Pakistanin dhe duke e thirrë Pakistanin si negociator, duke rënë dakord që Pakistani të jetë si negociator, atëherë bie që në çfarëdo lloj konflikti që të ndodhi tashmë gjatë kësaj betejë të mundshme, nëse do goditet Arabia, Pakistani duke qenë se ishte pjesë e tavolinës dhe mban atë barrën, tashmë ka një barë që nuk u realizua, themi në diplomaci, atëherë Pakistani nuk mund të ndërhyj kundër Iranit. Mos harrojmë se Pakistani është edhe një vend me shumicë shiite. Kështu që ishte një lëvizje e zgjuar e Iranit për ta futur Pakistanin në lojë dhe mos lejoj Turqinë për të qenë negociatore, pasi të jemi realisht, Irani nuk ka ndonjë besë të madhe kashi Turqisë, pasi Turqia jo vetëm që është aleat i Amerikës apo pjesë e NATO-s, por është edhe një aleat, ka qenë gjithmonë një aleat me Izraelin. Nuk do të harrojmë një moment se nëse Turqia do të ishte në krah të Iranit, gjëja e parë që do bënte mbylljen e Saraqineskës së naftës, e cila vjen nga Azerbajxhani, vjen në Izrael dhe tubi dhe Saraqineska është në Turqi. Nëse Turqia thash do të ishte në krah të Iranin, gjëja e parë do bënte bllokimin e naftës, gjë që Turqia jo nuk e ka bërë, por nuk e ka përmend kurrë në asnjë moment. Dhe vetëm u kujtua momentin kur Netanyahu deklaroi që pas shitëve kanë radhën sunit, atëherë Turqit u detyruan të deklarojnë, domethënë bën një deklaratë. Por gjykoj se turqit janë gjithmonë deklarativ, nuk janë veprimtar, janë thjesht deklarativ, mundohen të shesin ato ushtrinë e tyre, se është ushtria më e madhe në numër në NATO, domethënë pas Shtetet Bashkuara vjen Turqia, por Turqia ka dhe një problem thelbësor. Ushtria turke vërtet është më e madhe, por ushtria turke nuk është provuar ndonjëherë në terren, sepse ndryshe është të kesh një ushtri në paqe dhe ndryshe është ta kesh një ushtri në terren, në luftë. Po të vëmë re për shembull në luftën Irak-Iran, shumë specialistë, qoftë nga Rusia apo dhe nga Kina, kanë ardhur për të testuar dhe për të parë veprimet se si bëhen në terren, se është ndryshe terreni dhe është ndryshe ajo qetësia, pra stërvitja në paqe dhe përballja në betejë. Këtë ka treguar edhe lufta e Turqisë me këtë me Ukrainën. Kështu që në këtë kushte kemi. E qartë. Mirë, zoti Markoci, kemi arritur në fund. Ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju. Faleminderit shumë.
Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë, mirupafshim.